Përshëndetje të nderuar ndjekës, përshëndetje të dashur miq të kanalit Histori Jete. Ja ku po takohemi edhe sonte me historinë e radhës. Këtë herë do takohemi me një histori që brenda saj mban shumë dhimbje, mban zhgënjim, mban trishtim, por edhe një pendes ku një zonjë nga Saranda ka preferuar të ndajë historinë e saj që i ka ndodhur në jetë. Unë jam një grua e martuar nga Saranda, e thjesht në pamje dhe në jetë, por me zemër që ka rahur fort për shumë ndjenja të papërshkrueshme. Sot, për herë të parë, ndjej nevojën ta tregoj këtë histori, jo për të justifikuar veten, por për t'ju treguar të tjerëve se nganjëherë edhe zgjedhjet që duken si gabime mund të jenë hapa që na çojnë drejt lumturisë së vërtetë. Kjo nuk është një histori që më pëlqen ta përmend shpesh, madje për vite me radhë kam bërë sikur nuk ekziston. Por si çdo gjë që kalon gjurmë në shpirt, ajo histori nuk harrohet. E mbaj aty, në një qoshë të errët të zemrës time, derisa një ditë, si kjo, që më nxit unë sot të flas. Isha një vajzë e re, studente në Tiranë, me ëndra të mëdha dhe një shpirt të ndjeshëm. U dashurova për herë të parë me një djalë të mrekullueshëm, të sinqert, të dashur dhe tejet të kujdesshëm. Ishim si dy fëmijë që rriteshin bashkë mes universit, kafeneve pranë fakultetit, shëtitjeve bus liçenit dhe bisedave të gjata natën vonë. Ai ishte gjithçka që një vajzë mund të dëshironte, por në atë moshë zemra kërkon më shumë. Kërkon të ditë të provoj, të krahasoj, edhe në një moment të tillë, në jetën time u shfaq Erandi. Erandi ishte ndryshe, ishte burr, jo djalë. Kishte punë, makinë, para dhe një mënyrë tjetër komunikimi që më la pa fjalë. Ishte i pjekur dhe më bënte të ndjesha grua, jo thjesht një vajzë. E pash si një sfidë, si një përvojë që më mungonte dhe që me thënë të drejtën, më tundoi tepër fort. Më duhet ta pranoj, për 3 vite të plota i mbajta të dy. Njërin në zemër dhe tjetrin në trup. Njërin si stret të sigurt dhe tjetrin si aventurë që më mbante zgjuar natën. Asnjëri nuk e dinte për tjetrin dhe unë ndjesha keq, e lodhur, e coptuar mes dy dashurive që më jepnin ndjenja të ndryshme. Sot, nga dritarja e shtëpisë sime në Sarandë, ku dëgjoj zhurmën e detit dhe aromën e mëngjesit, e kuptoj se ajo që bëra nuk ishte vetëm një gabim. Ishte një nevojë për të njohur veten. Ishte rruga ime e drejt të vërtetës. Sepse sot jam ajo gruaja atij djalit që dashurova në fakultet, atij që nuk e tradhtova kur në shpirt dhe kur zemra më rëshqiti nga duart. Kur mbarova studimet dhe u ktheva përfundimisht në Sarandë, mora vendimin më të rëndësishëm të jetës time. Të mbyllja çdo kontakt me Erandin dhe t'i jepja jetës një mundësi të pastër me njeriu që më deshi për atë që isha, jo për atë që doja të isha. Dhe nuk gabova. Sot kemi një jetë të ndërtuar me kujdes, me respekt dhe dashuri të vërtetë. Kam një burr që më njeh më mirë se vetja dhe fal atij kapitullit të errët, unë jam një grua pa dyshime, pa ndjenja të papërjetuara, pa pyetje që më bën natën. Nëse do e kisha martuar, apo nëse do e kisha marrur unë të dashurin tim, të parë, pa kaluar në për atë stuhin tjetër, sot ndoshta do t'isha një grua e frutshme, me mendje që bredh dhe me sy që kërkon përgjigje në rrugë të tjera. Por jo, e kam provuar, e kam dashuruar, e kam përjetuar, kam tradhtuar, po, kam gabuar, ndoshta, po sot jam e lirë dhe më e sinqertë se kur. Nuk po them që çdo grua duhet të tradhtoj për të kuptuar ndjenjat e saj, por them me bindje se çdo grua ka të drejtë të kërkoj përvojë, të gaboj, të mësoj dhe të bëhet grua përpara se të bëhet gruaja e dikujt tjetër. Kur mendoj për vajzat e reja që martohen me të dashurin e parë, më kap një frikë e lehtë,
sepse e di se jeta është më shumë se romanca e viteve të para, dhe kur përvoja mungon, kur trupi yt nuk e njeh veten dhe ndjenjat e tua nuk janë testuar, atëherë martesat bëhen kafaze të zbukuruara me lule të vyshkura. Unë nuk kam më nevojë të krahasoj, e di çfarë dua dhe mbi të gjitha e di çfarë kam një burr që më njeh me shpirt dhe më do me gjitha gabimet e mia, ndoshta edhe pa e ditur kur çfarë kam kaluar, dhe unë për këtë arsye e dua 2 fish më shumë. Kjo është historia ime, historia e një gruaje që tradhtoi, por nuk la pas zemrën. Historia e një dashurie që mbijetoi fal një gabimi dhe historia e një jete që mori drejtimin e dur pikërisht në çastin kur gjithçka dukej e gabuar. Tani dua të marr mendimin tuaj. Ju për shembull, të kishit qenë burri i kësaj gruas, do kishit vazhduar martesën me këtë, edhe pse u ka tradhtuar dhe ju e dini, apo do kishit qëndruar kështu si jeni? Dua mendimin tuaj.